5 aparat celular të markës iPhone u gjetën nga forcat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve brenda IEVP Durrës, gjatë një kontrolli të befasishëm që u zhvillua në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune. Sendet e paligjshme u gjetën të fshehura në dyert e dusheve, në një ambient të përbashkët në godinën A, në katrin e tretë të sektorit 1 në burgun e Durrësit, aty ku vuajnë dënimi një sër personash të akuzuar për ngjarje të rënda kriminale, por edhe zyrtar apo ish zyrtar të lartë vendor për çështje korrupsioni apo shpërdorim detyre. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve përcolli një komunikat zyrtare duke sqaruar se celularët i përkasin 3 të dënuarve, Flamur Kapri, Aldo Prifti dhe Vladimiri Brushi. Mbetet e paqartë se si janë futur celularët në burg, por një grup hetimor po punon për të identifikuar personat përgjegjës dhe mënyrën se si janë futur sendet e ndaluara në këtë institucion. Kontrollet po vijojnë ende nga forcat operacionale në të gjitha godinat me qëllim identifikimin dhe sekuestrimin e sendeve të tjera që mund të jenë futur në mënyrë të paligjshme në burg.